statuti një bëngëtar në 11 dhjetor të 2021-shit, pra në stadium e Rebenia, në atë statut këta sankcionuan që nuk do të ketë më përjashtime nga partia. Vetë përjashtime jo. Do të pranojnë fraksionet, pra u përpoqen të bënin një statut demokratik. Mirë po, Berisha dhe statuti janë dy gjëra ndryshme. Berisha është punist, statuti demokratik nuk rrin bashkë. Këto kushte, do të thënë, ai u mundua që të bënte çështje mundura që ta relativizoj lëvizjen e Saliajit për ta çuar deri në shuarje. Dhe për këtë arsye bëri shpiku këtë protestat në rrugë, me qëllim që të mos u lërë kohë militantëve të mendojnë dhe për të dhënë mesazhin që kush nuk shkon në këto protesta dhe nuk mbështet kauzën e protestave, me të cilat ai ka ndërtuar narrativin se do të rrëzojë Edi Ramën, dhe ata të cilët nuk do vinë në protesta i shërbejnë Edi Ramës, pra janë armiqtë e mi. Këtë ai e bën vetëm për të konsoliduar, për të legjitimuar veten në krye të partisë, se duhet përmendur fakti që Berisha nuk është legjitim në krye të partisë, është jo ligjor aty, ka shkelur statutin, ka humbur zgjedhjet i ka njohur, merr pjesë në kuvend, debaton, bashkëbisedon, ndan, përpiqet, është aty bashkë me mazhorancën e cila është mazhorancë sot. Partia Socialiste që është në mazhorancë, pra e ka njohur mazhorancën.